A duhet t'i mbajmë fasulet në ujë përpara gatimit? Eksperti jep përgjigjen që do ju çudisë. Shumica e njerëzve fillimisht I lënë fasulet në ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë se po bëni një gabim të madh. Edhe pse arrat, farat, drithrat janë ushqime të shëndetshme, për shkak të acidit fitik që ato përmbajnë, ato mund të jenë shumë të dëmshme për organizmin dhe shëndetin tonë. Ky acid lidhet gjithashtu me elementet e rëndësishëm të tilla siç është bakri, magnezi, jodi dhe hekuri, dhe zinku, dhe për shkak të të cilave ato ekskretohen nga trupi, përpara se të arrijnë të kursejnë ndonjë përfitim prej tyre. Acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme edhe të anemisë dhe mungesës së hekurit në organizmin tuaj. Dhe vegetarianët vuajnë më shpesh nga këto shqetësime, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Edhe endokrinologja Zura Pavlova duhet të tregoni kujdes me këto ushqime, sidomos edhe në mënyrën e përgatitjes së tyre. Por cilat janë ushqimet të cilat përmbajnë nivele të larta të acidit fitik në përmbajtjen e tyre? Pavlova thekson se tërshëra, orizi, gruri, gjithashtu edhe drithrat e tjera, siç janë për shembull edhe ato të gatuara, mund të jenë me përmbajtje të acidit fitik, por nuk ngelet pas gjithashtu as përfshirja e fasuleve, thjerrzave dhe kikirikut në dietën tuaj, I cili mund të përmbajë një larmi të madhe të acidit fitik. Është e rëndësishme që përpara se t'i gatuani ato të dini rregullin kryesor. Një sasi e madhe e acidit fitik gjendet edhe te farat e lulediellit, lulkuqes, lirit, kungujve dhe farave të susamit, ndaj mënyra e përgatitjes së këtyre ushqimeve do të përbëjë çelësin kryesor të tretjes së tyre. Me pak fjalë, fibrat e tyre mund të jenë me përfitime të mëdha për organizmin, por mënyra se si ato I gatuani ka një rëndësi të veçantë edhe për shëndetin tuaj. Ajo citon se, për të larguar acidin fitik nga këto ushqime, mund t'i gatuani ato në formë termike. Gjithashtu edhe vendosja e ushqimeve në ujë një natë më përpara mund të jetë mënyra më e mirë e gatimit të tyre. Ekspertët tregojnë se, nëse gatuani fasule në mënyrë që ato të mos shkaktojnë fryrje të barkut dhe gazra të tepërta, duhet t'i vendosni në ujë dhe ta ndroni të paktën atë 2 ose 3 herë. Është e vetmja mënyrë se si ju mund të arrini të përmirësoni tretjen tuaj dhe të lehtësoni gjithashtu edhe problemet që fasulet mund të krijojnë në organizmin tuaj. Pra, herën tjetër që vendosni të gatuani fasulet, duhet të dini këtë rregull kryesor. Vendoseni ato në ujë për disa orë dhe ndrojeni atë disa herë gjatë gatimit. Kështu, tretja e fasuleve do të jetë më e lehtë dhe mbi të gjitha, nuk do të keni komplikacione me fryrje. Të thjeshta, të shëndetshme dhe gatime të mira ekonomike. Fasulet janë receta sekrete e çdo anëvise shqiptare. Të dish se si të përgatisësh fasulet është mënyra e duhur që ju ndihmon të shmangni edhe disa gabime mjaft të zakonshme që bëni prej tyre. Ndonjëherë fasulet nuk zihen tamam, ndonjëherë zbuten dhe thuajse nuk treten. Në këtë video, sipas Eltnine, do të rendisim disa nga mënyrat më të mira për të gatuar fasulet në mënyrë që ato të mos shkaktojnë probleme me tretjen. Përpara se të filloni, mësoni këtë rregull. Një hap kyç në përgatitjen e fasuleve është të dini vjetërsinë e tyre. Edhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 vite, ekspertët sugjerojnë që t'i konsumoni ato brenda vitit. Përpara se t'i përdorni për gatim, duhet t'i shplani ato me ujë të bollshëm. Dhe çdo papastërti, si ato që të qëndrojnë në sipërfaqe dhe ato që janë të dëmtuar, do të largohen më lehtë. Është një nga mënyrat kryesore për largimin e këtyre mbetjeve edhe nga përmbajtja e fasuleve. Zbutja në ujë është një mënyrë shumë e mirë që mund të gatuani fasulet. Lënia e fasuleve në ujë shkurton kohën e përgatitjes si dhe e bën atë më të lehtë për t'u tretur. Nëse shtoni edhe pak krip në ujë, pra, do të formoni një shëllir dhe mundësisht lëkura e fasuleve do të çahet me shpejtësi dhe do të coptëzohet më lehtë.
Kjo është një mënyrë përgatitje shumë e shëndetshme për mënyrën se si fasulet mund të lirojnë të gjitha përfitimet e tyre në dobi të organizmit dhe shëndetit tuaj në tërësi. Lënia fasuleve në ujë është metoda më e vjetër e të gjitha anvisave shqiptare. Këshillohet që mjafton që të hidhni fasulet në një enë me ujë dhe t'i mbuloni të qëndrojnë në këtë përbërje. I lini ato për shembull 500 gram fasule në 1 litër ujë. E lini në ujë për 4 deri në 12 orë. Më pas mjafton t'i kulloni dhe të përdorni recetën tuaj të preferuar dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do t'jenë vërtet të larmishme edhe në dobi të organizmit tuaj. Gatimi i fasuleve në këtë mënyrë do t'jetë një ndihmë shumë e mirë për aparatin tuaj tretës. Kështu do të evitoni edhe problemet e tretjes dhe fryrjet e stomakut pas konsumit të fasuleve. Një tjetër metodë është zbutja e thjeshtë e cila mundëson përgatitjen e recetave tuaja në kushte shtëpie. Në vetëm disa orë do të arrini të realizoni recetën tuaj mjaft të shëndetshme me përfitimet kryesore që fasule do të ofrojnë për ju. Vendosini fasule në një tenxhere të mbuluar afërsisht 4 gishta me ujë sipër fasuleve. Tenxheren e lini të zjejë në zjarr dhe më pas, kur të ketë vluar, hiqeni nga zjarri dhe lini ujin për 1 orë. Kullojeni, shplajeni dhe më pas vazhdoni recetën tuaj. Ose mos i zbusni në ujë. Ky është një sekret që mund të mos e dini, por mund të gatuani edhe pa i zbutur në ujë fasulet tuaja të shijshme. Mjafton që t'i shtoni në tenxhere ku keni vendosur të përgatisni recetën tuaj të shijshme dhe t'i lini aty për 1 ose 2 orë duke u zjerë. Këshillohet që të keni kujdes me sasinë e ujit edhe me kalimin e kohës ai do të avullojë. Kështu do të arrini të realizoni një recetë fantastike e cila mund t'i japë shumë përfitime në shëndetin tuaj. Fasulet janë një nga ushqimet më të shëndetshme për organizmin. Nëse i gatuani ato si duhet dhe në vazhdimsi do të merrni një sër përfitimesh të mira dhe të rëndësishme për organizmin tuaj. Fasulet janë ndoshta ushqimi më i preferuar i shqiptarëve dhe gjithashtu dikur ato janë cilësuar si një nga ushqyesit që mbajnë trupin të ngopur për më gjatë. Fasulet janë një nga ushqimet më të rekomanduara edhe nga mjekët për shkak të vlerave ushqyese dhe përfitimet të shumta që ofrojnë për shëndetin dhe konsumi i tyre vazhdimisht në shëndetin tuaj do të sjellë një sër përfitimesh si fibrat e rëndësishme për tretjen. Fibrat e tretshme ndihmojnë që të jeni të ngopur dhe të ngadalësoni gjithashtu tretjen dhe shkallën e urisë deri në momentin që stomaku juaj ndihet përsëri bosh. Kjo sjell përfitime mjaft të mëdha edhe në nivelin e sheqerit në gjak, duke ndihmuar kështu në një kontroll më të mirë të peshës tuaj trupore dhe reduktimin gjithashtu të kilogramëve të tepërt. Ato ndihmojnë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Mënyra se si i përfshini fasulet në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv edhe në reduktimin e një sër komplikacionesh. Fasulet do ta furnizojnë trupin tuaj me proteinë cilësore. Fasulet kritikohen për përmbajtjen e lartë të tyre të proteinave dhe realisht, ky nuk është edhe një evitim që duhet të neglizhohet. Pasi ato përmbajnë 15 gram proteinë për një gatesë fasule, duke i cilësuar ato si një nga elementet më të rëndësishëm ushqyes për dietën tuaj. Sigurohuni që fasulet i keni pjesë të dietave tuaja të rregullta, sepse ato do të ndihmojnë dukshëm gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Konsumi i fasuleve është një mënyrë shumë e mirë për të rregulluar dhe përmirësuar shëndetin tuaj në forma vërtet të ndryshme. Ato ndihmojnë gjithashtu në uljen dhe kontrollin më të mirë të riskut nga diabeti, riskun nga komplikacionet e kockave, ulin nivelin e kolesterolit, triglicerideve dhe ndihmojnë gjithashtu në një balancë më të mirë të peshës. Dhe një kombinim i përkryer në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në reduktimin e këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që fasulet i keni pjesë të recetave tuaja dhe vlera shëndetësore që do të merrni prej tyre do të luajë një rol pozitiv në reduktimin e komplikacioneve dhe rritjen e përfitimeve të trupit. Fasulet janë një shërbes e shëndetshme për organizmin dhe një i rritur mund t'i konsumojë të paktën 1 deri në 3 herë në javë për të marrë ndikimet e tyre shëndetësore. Vëmendje:
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.